Në moshën 55 vjeçare, Richard Rodriguez kishte gjithçka që një burr në moshën e tij mund të dëshironte. Një biznes që gjeneronte të ardhurat të larta në mënyrë të vazhdueshme, një shtëpi të madhe dhe një flotë të tërë makinash. Sigurisht, familja e tij meritonte një përmendje speciale. Krenaria më e madhe e Richardit ishin vajza e tij Ashley, e cila kishte jetuar për disa vjet në një nga vendet e Evropës perëndimore. Rasti kishte bërë që ajo të shkonte atje për një praktik pas marrjes së diplomës në ekonomi dhe vendosi të qëndronte. Gruaja e Richard kishte vdekur 15 vjet më parë, duke lënë atë të vetëm me një fëmijë të vogël. Në atë kohë, askush nuk mund të kishte parashikuar që Richard do të arrinte një sukses kaq të madh. Të gjithë e shihnin atë si një biznesmen të zakonshëm të nivelit mesatar me aftësi jo dhe aq mbreslënse. Megjithatë, kur Richard humbi gruan e tij, ai kuptoi se gjërat nuk mund të vazhdonin kështu. Ishte nga ai moment që filloi ngjitja e shpejtë e Richard drejt suksesit financiar. Ai hodhi përpjekjet maksimale për të siguruar që vajza e tij të mos kishte nevojë për asgjë. Richard duhet të kalonte shumë sfida para se të ndihej në gjendje të mbështetej në vetvete dhe të ishte i pavarur. Ashley u përpoq të ndihmonte babain e saj gjatë gjithë këtij udhëtimi dhe planifikonte të punonte në kompaninë e tij pas përfundimit të studimeve. Megjithatë, Richard vendosi ndryshe. Ai donte që vajza e tij të provonte diçka vetë dhe vetëm atëherë të bashkohej me biznesin familjar. Brenda vetes, Ashley ishte kundër këtij vendimi, por tonet autoritare të babait të saj dhe rekomandimet e tij të vazhdueshme e bindën që të ndiqte këshillën e tij. Edhe pse Ashley kishte planifikuar të qëndronte në Evropë për 1 ose 2 muaj, ajo përfundoi duke qëndruar për 4 vite të plota. Gjatë kësaj kohe, jeta e Richard kaloi disa ndryshime të rëndësishme. Së pari, kjo ndodhi me situatën e tij familjare. Ai takoi një grua të quajtur Amanda krejt rastësisht. Kjo ndodhi në një nga ekspozitat e artit që ai vizitoi. Richard kishte zhvilluar një kuptim të mirë të pikturës dhe pas arritjes së suksesit financiar, filloi të investonte dhe në vepra të artit. Richard dhe Amanda u angazhuan menjëherë në një bisedë të gjallë për artistët e rilindjes. Takimi i parë shënoi fillimin e një marrëdhënie të re në jetën e biznesmenit. Përveç pamjes së saj tërheqëse, Amanda kishte aftësi intelektuale të jashtëzakonshme, të cilat e tërhoqën menjëherë vëmendjen e Richard. Periudha e takimeve romantike zgjati për rreth 6 muaj, pas të cilave ata vendosën të bashkoheshin. Richard ishte shumë i vetëdijshëm që e dashura e tij kishte 2 fëmijë, një djalë të quajtur Francis dhe një vajzë të quajtur Megan. Ai krijoi një marrëdhënie besimi me ta që nga momenti i parë që i takoi. Për më tepër, Richard lejoi që fëmijët e Amandës të kalonin gjithashtu dhe të jetonin me ta në mënyrë që nëna e tyre të mbante një lidhje të ngushtë me ta. Ashley mori vesh gjithë këtë gjatë një bisede telefonike me babain e saj. Për shkak të orarit të ngarkuar të punës, ajo e kishte parë babain e saj vetëm përmes thirrjeve video gjatë 4 viteve të kaluara. Ajo nuk kishte takuar as Amandën, as Francis, as Meganin, ndonse kishte dëgjuar shumë gjëra të mira për ta, kryesisht nga babai i saj. Sigurisht nuk ishte e çuditshme që Richard ishte më ngjepsur nga Amanda, e cila i duke si personifikimi i feminitetit dhe bukurisë. Babi, flisni kaq shumë për të, e imagjinoj atë si një ëngjëll të vërtet, tha Ashley me një buzëqeshje gjatë një prej thirrjeve të tyre në video. Po e dashur, ashtu është ajo. Ndonjëherë më mungojnë fjalët për të shprehur admirimin për Amandën, u përgjigj Richard me krenari. Ashley buzëqeshi duke kuptuar humorin romantik të babait të saj. Ajo ishte e lumtur që pa ndryshime të këndshme në jetën e tij personale. E po, ai nuk mund të dojë një person për gjithë jetën, sidomos që nëna do të mbetet gjithmonë në zemrat tona. Përpiqej të bindte veten, duke u munduar të injoronte momentet e papërshkrueshme të shqetësimit. Ajo nuk mund ta kuptonte plotësisht se çfarë po e shqetësonte. Nga njëra anë ishte lumtur për babain e saj, por nga ana tjetër kishte frikë se po lëviznin shumë shpejt. Ata mund të kishin vazhduar të takoheshin, pse duhet të kalonin së bashku kaq shpejt, sidomos në shtëpinë tonë familjare ku ka fotografi të nënës kudo, pyeste Ashley. Si një grua e zgjuar që ishte, Ashley dyshonte se po e ndjente këtë për shkak të xhelozisë. Megjithatë, siç do të shpaloseshin ngjarjet e mëvonshme, kishte më shumë se sa kaq.
Pasi Ashley kishte qenë jashtë për më shumë se 4 vjet, ajo vendosi se ishte koha të bënte një vizitë tek babai i saj. Ajo tashmë kishte bler biletën dhe ku mori një lajm shumë tronditës. Babai i saj kishte pësuar një atak në zemër natën e kaluar. Për fat të mirë, ai kishte marrë ndihmën mjekësore në kohë, e cila i mundsoi të shmangte pasojat të rënda. Pasi burri filloi të ndiejë keq, ai thirrri një ambulancë duke shpëtuar padyshim jetën e tij. Megjithatë, kur Ashley foli me mjekun që e kishte trajtuar, doli një detaj shumë intrigues. "Shiko, zonja Rodriguez, baba juaj ka pasur kontrolle të rregullta në spitalin ton, dhe nuk ka pasur asnjë problem me zemrën. A e kuptoni këtë?" Filloi mjeku kardiolog. "Çfarë po nuk kuptoni, zotri?" pyeti Ashley, duke pasur vështirësi të mbante veten. Telefoni në duar po dridhe nga stresi që i shkaktonte lajmi për sëmundjen e babait. Mjeku hezitoi për një moment, pastaj tha: "Çështja është se u gjet një toksin bimore në gjakun e babait tuaj. Ajo ndoshta ka shkaktuar atakun në zemër. Sonja Rodriguez, nuk e di se si ka arritur në dietën e babait tuaj, por kushdo që e ka shtuar helmin në ushqimin e tij, qartazi e dinte çfarë po bënte." Ashley u trondit nga fjalët e mjekut. "Kush mund të dëshironte që babai im të vdiste?" mendoi ajo. Mendimi i saj filloi të shpejtohej teksa analizonte situatën. Sa më shumë mendonte për incidentin, aq më shumë e kuptonte që tradhtia padyshim kishte luajtur një rol. Vetëm dikush i afërt me të, dikush që ai e besonte plotësisht, mund të kishte shtuar helm në ushqimin e tij. Pas analizimit të gjitha aspekteve, Ashley vendosi të kthehej në Shtetet e Bashkuara në mënyrë të fshehtë. Ajo nuk i tha askujt për këtë, përveç të fejuarit të saj, i cili do të qëndronte në Evropë. Ajo arriti të ndryshonte biletën për një fluturim më të hershëm dhe shumë shpejt ishte në rrugën për në shtëpi. Plani i saj doli të ishte i saktë. E duke vepruar si një spiun ndërkombëtar, arriti të mbante kthimin e saj në Shtetet e Bashkuara sekret. Befasia në fytyrën e babait të saj kur ajo hyri në dhomën e spitalit pas raundit të mëngjesit ishte papërshkrueshëm. "Ashley, si e mësove? Pse nuk na tregove që po vije? Unë do të dërgoja dikë të merrte nga aeroporti." "Babi, mendoj se është më mirë që askush të mos e di për kthimin tim tani." "Shiko, keni një armik që ka provuar t'ju eliminoj," tha Ashley dhe instinktivisht ktheu syt përreth dhomës. Sigurisht, nuk ishte askën tjetër në dhomën e saj përveç asaj dhe babait, por siç thon, nuk mund të jesh kurrë shumë i kujdesshëm. Dhe Ashley e kuptonte këtë më mirë se kushdo tjetër. Menjëherë pasi mësoi se dikush kishte provuar ta dëmtonte me një substancë të panjohur, fytyra e Richard ndryshoi plotësisht. Mjeku në fillim nuk ja kishte thënë pacientit që dikush kishte provuar ta helmonte, por tani ishte e kotë ta mbante sekret. "Çfarë duhet të bëjmë, dashur? Amanda mund të jetë gjithashtu në rrezik, e mos të flasim për Francis dhe Meghan," pyeti Richard. Ashley kaloi flokut nga syri dhe pastaj shprehu idenë e saj. "Babi, mendoj se është më mirë që Amanda të mos e di se çfarë shkaktoi atakun tënd në zemër. Le ta mendoj se nuk ka pasur asnjë veprim të keq. Ndërkohë, unë do të përpiqem të jetoj diskretisht të gjithë ata që jetojnë në shtëpinë tuaj." "Si do ta bësh këtë, e dashur?" pyeti Richard. "Edhe pse ke jetuar në Evropë gjithë këtë kohë, supozoj që askush nuk e di se si dukesh. Po mendon se dikush që jeton në shtëpinë time mund të më ketë helmuar?" Biznesmeni pyeti surprizuar. Ashley buzëqeshi në mënyrë misterioze. "Babi, nuk e di ende se çfarë të mendoj, por vlen të kontrollohen të gjithë. Sa i përket mbajtjes së identitetit tim sekret, do të angazhohem si një kameriere. Ke dashur të angazhosh një pastruese për një kohë të gjatë, apo jo? Atëherë unë do të jem ajo. Thjesht telefonoj Amandës dhe informoje që po vi, të do ta bind atë të më marrë." Një orë më vonë, Ashley ishte tashmë në derën e shtëpisë ku kishte kaluar fëmijërinë e saj. Babai e prezantoi shërbyesin me një emër tjetër duke e quajtur Nancy. Kur dera u hap dhe Ashley pa Amandën, mysafirja u ndje disi e sikletosur. Të gënjesh është gjithmonë një sfidë, veçanërisht kur nuk je një gënjeshtar natyral. Pas një shikimi të padëshiruar ndaj shërbyeses, Amanda filloi ta shoqëronte atë rreth shtëpisë. Sigurisht, Ashley e dinte çdo dhomë të shtëpisë, por duke bërë sikur ishte një grua e thjeshtë me emrin Nancy, ajo nuk mund ta pranonte këtë. Ajo gjithashtu nuk mund të mos e vërente se si Amanda sillte vetveten me guxim dhe besim në dhomën e prindërve të saj. Kjo sigurisht nuk ishte ajo gruaja e puthë dhe ëmbël që babai i saj kishte përshkruar.
Tani qëndronte para saj një grua e fuqishme dhe e dominuar, një biznesmene që kërkonte asgjë më pak se bindje absolute nga shërbëtorët. Por kur Ashley e maskuar si shërbëtorja Nancy takoi Francis dhe Meghan, dyshimet e saj për këtë familje u intensifikuan. Fëmijët e Amandës dolën të ishin individ të jashtëzakonshëm, të prishur dhe arrogant, për të cilët puna e të tjerëve nuk ishte vlerë. Kush është kjo? Shërbyese e re? Duket si një varfanjake. Ku e gjeti Richard këtë? Tha Meghan me zë të lartë. Nancy ngriu, por bëri sikur nuk e kishte dëgjuar komentin. Amanda e shikoi vajzën e saj me një shikim dënues. Ishte e qartë se ajo po mundoi të mbante iluzionin e një familje të lumtur. Francis nuk ishte më i mirë se motra e tij, duke trajtuar shërbyesin e re me përbuzje. Çfarë bën këtu ajo? Pas e ka ardhur të spionoj apo jo? Arma jote është një shufër dhe një metelesh? Nëse do që dyshemeja të shkëlqej, thjesht e gëlltit, tha Francis. Nancy vetëm po tundte kokën, edhe pse zemra e saj po zjente nga zemërimi. Si mund ta kishte besuar babai i saj një mashtrim të tillë? Të gjithë në këtë shtëpi ishin gënjeshtar që bëni sikur ishin diçka që nuk ishin. Po le të shohim si do të dalë kjo. Shpresoj të kem forcën ta duroj të gjithë këtë, mendoi Nancy. Tani një jetë e re po fillonte për të, një jetë plot kritik dhe poshtërim. Amanda, Meghan dhe Francis vepronin sikur ata ishin ata që zotëronin shtëpinë. Në fakt ishte pjesërisht e vërtet, pasi Richard Rodriguez kishte qenë në spital gjatë gjithë kësaj kohe duke u trajtuar në departamentin e kardiologjisë. Çdo mbrëmje Ashley kishte mundësinë të telefononte baban e saj për të ndarë informacion për vëzhgimet. Hapur, Richard e kishte të vështirë të besonte atë që i thoshte vajza e tij. Përfundimisht, Amanda, Meghan dhe Francis kishin qenë kaq të sjellshëm me të. Por Ashley po tregonte një histori krejt të ndryshme, duke i atribuar këto përfundime ndjeshmërisë së saj të tepruar. Richard i kërkoi asaj të mos nxitohej të bënte përfundime. Kjo vazhdoi derisa Ashley u bë një dëshmitare e pavullnetshme e një bisede shumë të çuditshme midis Francit dhe nënës së tij Amandës. Sa kohë do të vazhdojmë ta durojmë këtë plak? Si ka rritur të mbijetoj? Filloi të fliste Francis me zë të ulët. Si mund ta di unë? Shit si ka mundur të ketë shitur një ekstrakt të dopët apo diçka tjetër. Ajo gjë duhet të kishte shkatërruar një elefante, jo një biznesmen të plakur, bërtiti Amanda. Duke qëndruar pas derës së hapur gjysmë, Nancy ngriu në frikë. Ajo sapo kishte dëgjuar pa dashje nënën dhe djalin që po diskutonin për vrarjen e babait të saj. Me vështirësi arriti të priste derisa ora e saj përfundoi dhe nxitoi në stacionin më të afërt të policisë. Aty ajo bëri një raport të zyrtarizuar dhe madje dha një regjistrim audio nga telefoni i saj. Oficerët e policisë arritën në shtëpinë e Richard Rodriguez atë ditë. Gjatë hetimeve u zbulua se të tre nuk ishin fare të lidhur familjarisht dhe ishin bashkuar vetëm për të vjedhur asetet e biznesmenit të besueshëm. Amanda, Meghan dhe Francis ishin pjesëtarë të një grupi kriminal që specializohej në kësisë skemash. Kur Richard mori vesh se vajza e tij ja kishte shpëtuar jetën, ai nuk mundi të mbante dot lotët. Përqafoi Ashley në dhomën e tij të spitalit dhe bëri një betim për të qenë më i kujdesshëm në jetën e tij personale. Ai gjithashtu e kërkoi që vajza e tij të qëndronte në Shtetet e Bashkuara dhe të udhëhiqte kompaninë e tij. Richard nuk ka shpenduar asnjëherë për këtë vendim, sepse në drejtimin e Ashleyt, biznesi i tij arriti nivele të papara, duke i bërë të lumtur si baban ashtu edhe vajzën.